Radio Vlera. Emisioni letrar Pesha Fjalës. Udhëhes dhe redaktori i emisionit Agim Gashi. Emisioni realizohet në studion qendrore Radio Vlera në Saluit të Francës. Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në valët e radios suaj, mirë se erdhët në emisionin në rregullt letrar Pesha Fjalës. Ju përshëndes ngrohtësisht kudo që jeni. Më shpresoj që keni kaluar bukur dhe ja ku do takohemi pas një jave në valët e radios Radio Vlerës, në valët e radios suaj, në emisionin e rregullt letrar Pesha Fjalës. Sonte, kur nata mbështjell qetësisht mendimet dhe fjala kërkon shtrej në shpirt, ju ftoj të udhtojmë së bashku në botën e magjishme të letërsisë në emisionin Pesha Fjalës. Le të bëhemi bashk në këtë mbrëmje ku vargu merr frymë, mendimi bëhet dritë dhe shpirti gjen zë. Ftojmë krijuesit, poetët dhe çdo dashamir të fjalës së bukur e të shkruar artistike që të na bashkohen edhe të ndajnë ndjesinë, vargjet dhe frymëzimin e bashkërisht. Emisioni është i drejtë për drejtë, pas pak ju presim me zemër të hapur në Viberin +33 780 545 835. Me ju do t'jem unë autori dhe redaktori i emisionit Agim Gashi. Por para se të startojmë me vargje, para se të shkojmë me poezi, ndjet nevojshme që sot është një datë vërtet e rëndësishme, që duhet të kujtojmë ata të cilët kanë dhënë jetën për që ne të sot lirë, të frymojmë lirshëm dhe të flasim gjuhën e tonë të dashur e lirshëm. Para 27 vitesh, në ditën më të rëndë të historisë sonë, bitë më të mirë të këtij vendi u ngritën për adheun duke u bërë simbol i qëndresës dhe guximit për Kosovën. Me ndërimet përjetshme kujtojmë dëshmorët që ranë me 27 mars 1999, Xhavi Dobra e Arsim Gashin nga Kryshevci, Muhamet Musliun nga Vajniku, Sami Esmailoshin nga Pemishtja, Mexhet Miftari e Idris Sejdiun nga Runiku, Hamdi Hasani, Ahmet Osmani dhe Nazmi Osmani nga Kladërnica, bashkë me shumë martir nga Poky fshat.
Sot me 27, sot pra 27 vite me pas, për ulemi me respekt të thellë para veprës dhe sakrificës së tyre madhështore, e cila do të mbetet për gjithmonë në kujtesën dhe ndërgjegjen tonë kombëtare. Lavdije përjetshme dëshmorëve dhe martirëve të lirisë. Dy bashkëdhetarët e mi, dy vendasit bashkëfshatarët e mi dhe miqt mi të ngushtë Xhavi Dobra dhe Arsen Gashi, i kam njohur dhe jam rritur bashkarisht me ta. Vërtet kanë qenë shembull edhe në fshat, por edhe me gjerë. Lavdi edhe njëherë edhe këtyre dyve, por edhe gjithë të tjerëve. Fillimisht do shkoj me një këngë për Arsen Baligashin, të kënduar nga Mehmet Petrovci dhe Isuf Rashiti, cilë t'i falenderoj për zemërsisht që kanë kënduar këtë këngë kaq bukur. Tekstin e kam shkruar unë, Agim Gashi. Ta ndjekim vazhdim këtë këngë dhe do rikthehemi për të vazhduar me fjalën e bukur artistike. Disponibël këndshëm në vazhdim. Lavdi pra dëshmorit e Arsen Baligashi, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit kudo që kanë rënë për lirinë e trojave shqiptare. Të nderuar dëgjuesi, jemi në emisionin letrar pesha e fjalës në valët e Radio Vlera. Përshëndes edhe dëgjuesit e parë që i shoh, që nuk kanë bashkangjitur. Një përshëndetje shkon për poeten Klara Shehu, urime thot dhe suksese, faleminderit Klara. Përshëndes edhe poezi tuaj gjithsesi do të zënë vend këtu, të falenderoj edhe për bashkëpunimin. Me ne është dhe Fazili Januzi nga Franca, përshëndesim. Një përshëndetje tek miku poeti Hasan Elshani në Sloveni. Shoqëri me ne është dhe poetja Kimeta Krasniqi, mirëmbrëma të rojt për të gjithë qastet këndshme poetike. Faleminderit edhe ne të rojmë qastet bukura në vazhdim. Me ne është edhe Elife Lusha, duket për herë të parë dëshiroj mirësardhje, nuk e di, ndoshta mund të jetë edhe poete, sido që tjetë, falenderoj që është me ne dhe ka zgjedhur kanalin Radio Vlera për të kaluar sot këtë mbrëmje. Përshëndetje për vendasin Bekim Xoni, vendasin Fatmir Aliu gjithashtu. Një përshëndetje dhe mirësardhje edhe për Ramadan Fragnito, duke uruar qastet bukura po ashtu në Radio Vlera, duke të është për herë të parë edhe ky. Një përshëndetje për dëgjuesën e rregull Bërbuqe Fetaj, përshëndetje zotëria Agim Gashi, përshëndes edhe dëgjuesit, faleminderit edhe ne të përshëndesim. Fatmir Aliu thot përshëndetje Agim Gashi, përshëndetje për gjithë dëgjuesit, faleminderit. Një përshëndetje për Sabilen, pra Sabile Sadikun në Suedi. E miku poeti Hasan Elshani thot përshëndetje misi dhe adhurus të Radio Vlera. Në udhëheqjen e redaktorit Agim Drnica, uroj të kaloni një mbrëmje të bukur, faleminderit. Edhe ne urojmë të kalosh bukur në vazhdim. E shoqë me ne është dhe një mik imi, një kolegë Nolin në Amerikë, përshëndes dhe uroj qastet bukura në vazhdim. Dhe qastet bukura të ndëruar dëgjues, ju dëshiroj gjithë juve që po shoqëroni me Radio Vlera. Fillimisht do shkojmë me poezi dhe do vazhdojmë pra. Por t'ju njoftoj që emisioni është i drejtë për drejtë, poetët edhe poetët të cilët dëshirojnë të bashkangjiten, të deklamojnë, të lexojnë vargjet e tyre, ne i mirëpresim vërtet, do të ishte kënaqësi, mund ta bëjnë këtë nëpërmes Viberit në numër +33 780 545 835. Vetëm të shkojmë në vazhdim, do shkojmë me disa poezi që i kemi këtu dhe ne ka sjellur të lexuara poetja Kimeta Krasniqi. Përshëndesim ikën Kimete, ju uroj suksese dhe falenderoj shumë. Vërtet nëse nuk mundeni të na thërresni, do të ishte vërtet kënaqësi dhe të lexoni dhe të na përcjellni këtë formë edhe kështu në Radio Vlera. Të shkojmë me poetën Kimeta Krasniqi në vazhdim. Shpresoj që do të na funksionoj kjo formë. Apo jo, të shohim. Do shta kam mbyll mikrofonin atje. Sido që tjetë, shpresoj dhe uroj që do tjetë në rregull, të ta kthejmë edhe njerë poezinë në fillim. E lumtur jam sot,
Sot erdha nga larg në vendlindjen time, që të pushoj pak me malle për jetime. Rrugë të gjatë kalova, nuk bëra as gjumë, të jem në vendin tim që e dua aq shumë. Pranvere bukur që nga si qarshafi që ndisur, lule me shumë ngjyra natyres të lisur. Malet e larta për plot me gjelbrim, më mbushin plot jetë, më japin frymëzim. Ato rreze dielli që po vezullojnë, bukurin këtij vendi më tepër jashtojnë. Shtëpia ime e vjetër aty rrëz mali, shumë më kish munguar, më kishte marr malli. Qatia si kur qesh kur më shes sot, mirë se erdhe bi, e ndjej që më thot. Lotët qurg më shkuan, zemra si kur mundal, kur në derë të shtëpis, nëna më ka dal. Me gëzim ju afrova, por t'u përqafuam, 2 lotë mallëngjimi për faqe i shkuan. Duke i shumë e lodhur me plot rrudha n'ball, mirë se erdhe zemër, malli më kish marr. U ulat frymoj thellë në oborrin e shtëpis, mu duk se e pash gjurmët e kohës së fëmirisë. Unë ndjeva e lumtur si një zog i lirë, në asnjë vend tjetër nuk ndjehem më mirë. Ka po shkon rinia, larg nga Ka po shkon rinia, larg nga vendlindja e pashpres degdiset, në fundin e botës rinia na ka ta ndiset. Karvanë pa fund shkojnë pandalur, lirin këtu sollëm e ju prapt më vuar. Po merrni çdo ditë ato rrugë pa kthim, me zemër të thyere në shpirt zhgënjim. Si nuk pëlqet zemra asaj nën loke, si e braktisën vatrën bite kësaj toke. Po humbet gjallëria në are në fush, na u tret rinia ku se nje askush. Atje të huaj do mbeten, vdekur në trup të gjallë, për këtë vend të bukur për jetë mbajnë mall. Pse o toke bekuar, po zbrazësh çdo ditë, pse vuajmë kaq shumë, pse nuk shohim dritë. Eja rinin vendlindje t'ja kthejmë gjallërinë, të jetojmë të lumtur e ta gëzojmë lirinë. Poezia ime. E thelluar në mendime këto vargje i kam Poezia ime. E thelluar në mendime këto vargje i kam shkruar, pa ndrojtje e pa frikë në shpirt e qetësuar. Flas me poezi në shkruaj ngadal, këtu vetëm jam, pa askend përballë. Natën në orët e vona rizgjuar dhe meditoj, si babai drurin dikur vargun e latoj. Si nëna peri në furk kur zgjaste pa mbarim, do ta nxjerr vargun e poezis deri në amshim. Ndonjëherë kur grindem s'ka kusht më kundërshton, lirshëm e them të tërën atë që mua më mundon. Personazhi jam vet, me veten bisedoj, i zbraz gjitha brengat dhe shpirtin e lehtësoj. Grinde me skuqe me në këmbë ngritem, me zërin lart protestoj, këtu nuk ta kam frikën. Këtu rrëfej dhe shkruaj atë që mua më është rritur, me edukatën e pastër që jeta ma ka kalitur. E ju që s'patët durim mendimin tim ta dëgjoni, merrni sot guximin e këta rreshta i lexoni. Se këtu mua më gjeni, këtu do të më njihni, e gabimet ndaj meje këtu do t'i shihni. Sepse kur flas me zë, fajtore më emroni, prandaj këtu po e shkruaj, dikur falje do të më kërkoni. Ndoshta ty poezia ime, pluhurin e rraf do të mbuloj, por unë këtu do të mbes, në ty do të jetoj. E përgëzojmë poetën, në vërtet vargjet bukura, ishin këto poezi të poetës Kimete Krasniqi, që ne falenderoj shumë, që ne ka sjellur dhe ju uroj gjithmonë suksese. E shoqja me ne në shoqëri tashmë është edhe poetja Shkurtë Berisha, cilën e përshëndes dhe ju uroj mirëseardhje, qaste të bukura, miku Bajram Osmani, po ashtu i cili shkruan përshëndetje, thot mirëmbrëma, përshëndetje për gjithë dëgjuesit të Radio Vlera, përshëndetje miku Agim Gashi, një mbrëmje të bukur, faleminderit shumë. Një përshëndetje shkon në Austri tek poetja Mikja Fitnete Bashuta Krasniqi, cilës i uroj qaste të bukura gjithashtu. Një mirëseardhje dhe mirëmbrëma për
të nderuarën Regina Lala, mirë mbrëma, thotë mbrëmje të mirë për ju, uroj, faleminderit shumë, dhe ne të urojmë qaste të bukura, mbrëmje të mirë Regina. Shoqëri me ne është edhe Federia e Krasniqe, e cilës i dëshiroj mirëseardhje dhe më bëhet qefi se sonë të kemi edhe dëgjues të ri këtu në Radio Vlera, e cila shkruan të lumt Kimete për këto vargje të bukura. Ne faleminderit shkurte, poetja Shkurte Berisha. Përshëndetje dhe respekt për ju dhe misionin, faleminderit. Edhe miku Bajram Osmani thot lumt poetja respekt, edhe poetja Kimete pra Krasniqi thot faleminderit shumë që ju dhat hapësirë poezive të mia, me kënaqësi gjithmonë. Përshëndes edhe një miktimin poet dhe profesorin Zyber Hasani, duke i ruar qaste të bukura në vazhdim. Të nderuar miqë, do shkojmë edhe me disa poezi këtu nga studio drejt për drejt. Do të mundohem të sjell poezit të cilat mi kanë sjellur gjatë javës dhe i kam këtu para vetës, kështu që i kisha lutur gjithë krijuesit, gjithë poetët që dëshirojnë të deklamojnë vargjet e tyre nëpërmes valve Radio Vlera. Dhe thash edhe por mundësia më e mirë është që të vinë drejt për drejt, por nëse ngurojnë në i sjellin në messengerin tim dhe të kemur gjatë javës në mënyrë që para emisionit ju kërkoj ndjesë para emisionit të kem aty, sepse vërtet e kam mandej problem gjatë emisionit kur më sjellni dhe më vëni paksa në siklet, kështu që besoj në kuptimin tuaj. Në vazhdim do shkoj me poeten Klara Shehu. Futurizëm. Unë jam shpirt me energji, jam etër, s'me prek njeri. Si jam djenj, jam ngrotësi, shpirtim shpërndan mirësi. Nuk jam zog, nuk fluturoj. Unë kam ëndra dhe ndëroj. Nuk jam peshk, notoj, por nuk mbytem, unë pluksoj. Ndihem zjarë, bëhem flak, jam vajz, nuk jam plak. Ndje mirë sa do pak, nuk vi vërdal apo për qark. Është një diell me dhejze plot, unë jem hën, e si kap dot. A dhejzet me japin gërtësi, jam me lumtur, ai se di. E përgëzojmë për këtë poezit bukur e poeten Klara Shehun, duke i uruar suksese edhe në të ardhmen dhe falenderojmë shumë për bashkëpunimin. Në vazhdim do shkojmë me poeten Shkurte Berisha. Një poezi e momentit mbrëm pas ndeshjes me siguri është frymëzuar pas ndeshjeve që vërtet lujtën dhe i përgëzojmë fitoren e Gjelmoshov nga Kosova, por gjithsesi vërtet lujtën bukur edhe ata nga Shqipëria. Dhe por ja që fatin nga njëherë në sport nuk është gjithmonë nga ata më të mirët, kështu që Shkurte Berisha, poezia Sfitoj nëna, fitoj bia. Të dyja ishin garë, Kosova dhe Shqipëria. Të dyja e njëjta farë, njëra nëna, tjetra bia. Një gjak, një zemër, një shpirt, të vendosura në një trup. Një gjuhë që flasin shqip, deg e kputur nga një trung. Me gjithë se shpirtin lanë fush, fatin nënën rëndoj, ndëshkoj. Zemra plot gëzim u mbush, kur e bia saj, për para shkoj. Kur tha që sfitoj, kush tha që sfitoj Shqipëria? Kur në garë që ndron e bia, Shqiponja i ka dy krena, në një trup të dyjat jena. Krah të padukshme. Krah të padukshëm, kërkoj ndjesë.
Kur rruga më duke gjatë e pa dritë, dhe nata më mbuloj me rëshirë. Një zë brenda meje filloi me ngrit dhe më tha, merr frymë e lirë. Kur ëndrat më ranë si gjethe për tokë, dhe shpresa mu fikë si qiri tretur, një mendim e papritur me erdhi në kokë, si kur kratë të fshehur qiellin kishin prekur. Si pash me sy, por i ndjeva thellë, me shtyn përpara të eci në stuhi. Me zemër shpresë me kishin bjell, me jepnin kuraj, me falnin fuqi. Janë krahët e besimit brenda meje, që rritën sa herë që zgjedh besoj. Çdo që lizë trupit, atë mund ta ndjej, me duket sikur jam gati të fluturoj. Me bëhet se jam gati të fluturoj. Ishin këto poezi nga poetja shkurtë Berisha, cilën e falenderoj për bashkëpunim, i uroj suksese, vërtet poezi të bukura, të cilat shprehin ndjenjat dhe e kanë dalë thellë nga shpirti i poetës, e përgëzojmë, i urojmë veç suksese. Të shkojmë tutje me neshtë dhe Ardiana Deliu, cilën e përshëndes, i urej qastet bukura. Edhe poetja Klara Shehu të falemnderit shumë për leximin e poezisë sime, me kënaqësi e nderuar Klara, respekt gjithmonë, edhe juve. Shoqëri me neshtë dhe poeti miku Hasan Qyqalla, cilën e përshëndes, një përshëndetje për Natashën e cila na ndjek si zakonisht nga vendi i punës. Para se të vazhdojmë me poezi të tjera, ne do ta bëjmë një shkutje të vogël muzikore dhe rikthehemi shumë shpejt. Qëndroni me ne sepse vërtet do t'ju sjell vargje të bukura, si zakonisht ne edhe në vazhdim disponim të këndshëm. Zemër sot është dita jon, mrekullia e kësaj bote, sot po bahem nusja jote, në kalendar koha ndalon. Zemër sot është dita jon, mrekullia e kësaj bote, sot po bahem nusja jote, në altar tut pa në sy, po premtoj dashni, sa kem premtoj me ty. Shokjet e bashkustar, vërje shpirtra të pandar.
shkrimi I zemrës për na ty premtimi I jetës të du thjesht të du të vdesur për sytë e tu në shkrimi I zemrës për na ty premtimi I jetës të du thjesht të du të vdesur për sytë e tu në shkrimi I zemrës për na ty premtimi I jetës të du thjesht të du të vdesur për sytë e tu në shkrimi I zemrës për na ty premtimi I jetës të du thjesht të du të vdesur për sytë e tu. Jemi rikthyer, jemi drejt për drejtë në Radio Lera në emisionin Letërar Pesha Fjalës. Me ne tashmë është edhe miku poeti I Vlera Mehmet Rema, cilën e përshëndes ngrohtësisht dhe I uroj qaste të bukura në vazhdim me Radio Lera. Ne do vazhdojmë me poezitë e poetëve dhe poetëve në vazhdim. Do shkojmë me Fazli Ferratin. Me përgjë. E di që më përgjën. Me përgjë jam ky që jam. Frikën s'ta kam që te përballem çdo herë jam I gatshëm. Nuk blihem, as nuk shitem për as një çmim. Na shkrihen vargjet si qirinet kur ndezen nga zjarri. Ti japjem dritë mallet që lindi po nga I zjarë. Tani mbeti hiri I vetmuar e jetur për një pik ujë. Vargjet s'janë të ndaluar. Se kërkuari gjërsa të gjej. Edhe një vargjet janë të ndaluar, se kërkuari gjërsa të gjej rrjedhën e ujit kristal. E kur të gjej, të pushoj në prerin e t'i kroj, lirshëm, lirshëm frym të madh. Në vazhdim, poetja Bona Shehu. Me ty dua të dehem sot. Eja të dehemi sonte, pa pyetur arsyen, pa I numëruar mëkatet që na digjen në gjak. Le t'i lëm mendimet jashtë kësaj nate e dashuria s'ka nevojë për shpjegim as pak. Eja të dehemi sonte me frymë lëkur, me duar që dridhen nga etja për zjarr. Le të mësojmë trupat tanë përmendesh si vargje të fshehura që që dolin fjalë. Eja të dehemi sonte me puthje gjata, që s'kan fillim as s'kan fund. Le të humbasim në njëri tjetrin si dyje që digjen në të njëjtin qiell të errët. Eja të dehemi sonte me mall të vjetër, me mungesat që na kanë bërë më të fortë. Le t'i shërojmë plaget me përqafim, se dashuria dhe t'jetë ilaç dhe mëkat njëkohësisht. Eja të dehemi sonte në heshtje të zhurmshme, ku zemrat flasin me fort se çdo fjalë, ku çdo frymë është rrëfim I ndaluar dhe çdo pritje një betim I ri. Eja të dehemi sonte, vetëm ti dhe unë, pa kohë, pa frikë, pa kthim prapa. Le të na gjejnë mëngjesit të lodhur për të dashuruar deri në humbje.
Të ndëruar dëgjues, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emision Letrar Pesha Fjalës. Për një çast në ikën shkrimit që i kisha para vetes, por gjithsesi do i gjejmë gjëra që ndodhen në një emision të drejt për drejt, ndaj pa dashur të justifikohem sepse jam edhe në teknik, jam edhe duke lexuar edhe duke ju përcjellur juve, po ju që jeni duke na ndjekur live stream paktën shpërndajeni emisionin, pasi që vërtet nuk ju kushton asgjë, në mënyrë që të na bashkangjiten sa më shumë adhurues të fjalës së bukur artistike, miqtan krijues e poet kudo që jetojnë anë kënd botës. Një përshëndetje për Afrem Krasniqin, gjithashtu përshëndesim edhe Nexha Berishën. E nderuari Afrem Krasniqi thot respekt për poetën Kimete Krasniqi, faleminderit. Ekzona Saliu, dëshiroj mirësardhje, përshëndes, thot të shkruan kështu. Një përshëndetje ngrohtë për poetën tonë të dashur zonjën Kimete Krasniqi. Fjalët e tuaja janë si drita që vjen nga Zoti, plot të belësirë, shpresë dhe ndjenjë të pastër. Ato prekin shpirtin dhe mbeten gjatë në zemrat tona. Zoti të bekoft me frymëzim të pafund dhe paqe në çdo varg që shkruan. Faleminderit e nderuar Ekzona. Edhe njëherë edhe ne e falenderojmë dhe e përgëzojmë poetën Kimete dhe gjithë poetët e poetët cilët shkruajnë duke uruar gjithmonë frymëzime dhe poezi të bukura çfarë din të na sjellin ata. Ishim pra me poetën, nëse zgaboj, vetëm ta Bona Shehu, edhe e sollëm poezinë e saj me ty dua të dehem sonte. Shkojmë te poezia radhës. Kush i njom buzët tua? Kush i njom buzët tua, kur nata bie si vel mbi trup? Andjen frymën time të nxehtë, qenden nga dalë mbi puthjet e tua. Buzët e tua janë porta e mshimit. Aty ku mbetet çdo dhëmbje, aty ku lind çdo dëshirë, aty ku zemra ime gjen strej. Kush i prek ato buzë të njoma, kur fjalat të dua digjet në gjak, është zërim që të thret, është malli im që s'të rehat. Kur qeshti lëzon në qielli, kur pusti shuhen çdo mallkim, ti je shiu që fik etjen time, ti je zjarri që me dogji për gjithmonë. Kush i njom buzët tua zemër, nëse unë shpirtu i humbur, në çdo natë të gjatë pa gjumë, jam unë ai që të pi ngadalë. Dhe nëse bota shuhet një ditë, e koha pushon në heshtje, prap do t'jem aty pranë teje, me puthjet e mia mbi buzët e tua. Pse me bërë të dua? Pse me bërë të dua kaq qejt e pazhurmë? Si drita që hynë me një dhomë të edhet. Erdhe si pranverë në një zemër të lodhur, dhe u bërë strej aty ku s'kishte me shpresë. Pse me mësove emrin tënd me rraje zemre, të thras në heshtje, ta mbaj në lutje, pse u bërë dritë në netët e mia të gjata, dhe fjalë që s'lodhet kur se me ngro shpirtin. Pse me bërë të besoj në mërkullit vogla,
me buzëqeshje që shërojnë plagë pa zë. Pse më mësove sa bukur është ta duash dhe kur dashuria është thjesht një ndjenjë fshet. Tani të mbajnë zemrë si këngë që s'harrohet, si arojmë lulesh pas një shiu të butë. Të dua jo për atë që ishe për mua, por për atë që u bera unë kur të desha ty. Dhe nëse kjo dashuri s'ka rrugë e s'ka emër, ajo prapë është e bukur si yll në agim, se ti me mësove një gjë shumë të thjesht, që zemra di të doj edhe pa prekur kur. E përgëzojmë poeten, Bona Shehu ishin këto poezi të saja, ju urojmë suksese, dhe vërtet ju kërkoj ndjes nëse qalojnë do njëherë ose mikun vargjet, sepse jemi drejt për drejtë dhe në laptopin tim nga njëherë mikun faqa, kështu që besoj dhe kërkoj mirë kuptimin tuaj. E shoh që me një është një mik imi i rinisë, një njeri me vlera, është generali Gjevahir Geci, i cili vërtet ka dhënë shumë dhe jep gjithmonë për atë dhëun me zemër që nga ditët e rinis e deri në ditët e sotme. Përshëndesim atjene laushën tonë legjendare, mikun Gjevahir, ju uroj një mbrëmje të bukur edhe çaste të bukura me Radio Vlera. Ne po e bëjmë edhe një shkputje të vogël muzikore, që përshim të shkurtër, gjithmonë duke shpresuar që po kalon i bukur. Do shkojmë me këngëtaren e vlerave, Bardha Brahimaj, dhe këngën e saj më të re, të edituar para 3-4 ditësh, Feja jonë është Shqiptaria. E përshëndesim edhe këngëtaren, i përshëndes edhe gjithë juve që na ndjesni, përshëndes edhe shumë dëgjues që na ndjekun nëpërmes platformës së Radio Shqiptare në Shkabaj, dhe ata që na ndjekin në faqen zyrtare www.radiovlera.com. Jemi të linë duhur e prej një anane, të krishtere
U rikthyem pas se këngët bukur, jemi drejt për drejtë në Radio Vlera në emisionin e rregullt letërare pesha e fjalës. Uroj të jeni duke kaluar bukur dhe uroj të kalojmë bukur edhe në vazhdim të nderuar dëgjues. Pa humbur kohë, do shkojmë me vargjet e poetëve dhe poetëve që i kemi këtu dhe vazhdojmë me poetën Violeta Maliqi. Pranë teje. Unë të kam dashur si asnjëherë, si askush tjetër, por koha s'është gjithnjë e drejtë. Shkelja për ty botën e vjetër për të kthyer prapë në jetë. Mos mu largo këtë prag vere, se të kam dashur atë sy, kur bota të fliste për të tjera, mendoja fshehur veç për ty. Dhe kur ti rendje në përshtigje e bota ëndrat e rembente, një urë ndërtoja mbi dy brigje që shpirtit prap të shkelqente. Prandaj edhe botës, kësaj bote, se të kam dashur pa droje thënë, veç të mos shembet jeta jote, gjithmonë pranë teje do të jem. Sekreti i hënës. Sonte i flas hënës për dashurinë. Jo se s'kam kujt t'i tregoj ndjenjen, por ajo ditë e mbaj sekrete, kështu dashurojën. Egër, pa kursyer asgjë, deri sa zemra të zbrazur. E zbrazur mbetet pa buroj dhe çliruar. Në heshtin e saj të ftoft, hëna di, kjo nuk është dobësi, kjo është gjithçka. Në përshtin, ne u deshëm si dy stin të ndryshme, veç qielli ynë ishte pambarim. Sa zverdhoja gjethave të tua, ti sillje kaltërsi e gjelbrim. Kështu vazhdoi kjo udhë vitesh. Unë isha herë pranver, herë vjesht. Të hidhja në për metafora stinësh që pramja jote për gjatë ditën bes. Dhe mbetë ti, su zver dhe kur si gjethet. Valet nuk të vodhen bukurin. Ikni në vinës tinet si dalën dyshet, dhe ne me shumë duheshim në për stin. Ishin këto poezi të poetës Violeta Maliqi, cilës i uroj sukses, vërtet vargje bukura, vargje me plot ndjenja, ne përgëzojmë dhe i urojmë suksese edhe në vazhdim. Përshëndesim edhe poetën që është me ne këtu, pra Violeta Maliqin, duke i uruar çastet bukura me Radio Vlera. Shkojmë me poetën Kumrie Abdel Shala. Kthjellnu burra gra. Nuk kam guxim ta luftoj dashurinë. Kam frikë të përshpërit edhe me veten time fjalën të dua. Se dashurit janë bërë mistike, nuk të vrasin, por as nuk të lënë të fluturosh. Rrugën të ndërpresin, s'të lënë të rreskohesh të kroj fshatit si dikur, kur më shkurrave dhe kaldremeve esnim veç për të qenë pranë njëri tjetrit. E tani, gënjeshtrat po duken si të vërteta. Martesat 30 vjeçare po i përbozni. Syt ju ka vërbuar dashuria dheme. Hej, kthjellni burra gra. Ajo ju çon në prag të varrit. Kur në krahët tuaj
vendosni dorën e gabuar. Ka ardhur një kohë e zbarazët. Një mregullnaj rënd ka kapluar njerëzimin. Çdo ditë po përballemi me marrëzi, por askush s'do të mbetet njeri. Askush s'di me të doj, as të dashurohet. S'ka mbetur zemër pastër, se çdo ditë e hedhim dashurinë si në shishe të thyrë, pa kthyr kokën prapa, pa menduar. Apo lëndojmë dikë? Apo ja vrasim shpresën e rinisë? Duke na parë në marrëzitë tona, edhe pse me gradat larta shkollimi, po përcjellim mesazhe të trishta. Kthjelluni, burra, gra, se latnom. E në vazhdim do shkojmë me poema për vllajën tim dëshmor. Sa e rëndë është dhëmbja e shpirtit? Të tjerët vështirë kuptojnë. Sa tristuese është kur të tjerët me humbjen shikojnë, me habi shikojnë. Se hir i bëjnë vetflimet, kurse për vete këndojnë këngët e kryetërimit. Sa lumtur do t'isha sigur edhe unë t'isha me ty. Të festojmë 22 korrikun, vlla, në të dy. Se bashku më përjetësi, në vitin 1998, lagjën Dardania 3, Dem, vllau im, i biri i Avdylit Shaljan, i derës Bellagjive të Grabovcit 5. Këto janë shënimet nga shërbimi civil për ty, por kjo nuk ka rëndësi, ti ke 2 emra. Shtririmtar dhe dëshmor, lirin kuror. O flijove, vlla, që të festojmë ne në liri, kurse ti jeton në përjetësi. Jetën se kurseve për pavarësi. Shtetin shumë e dëshirove, pa fije frigë e rinin vjadhorove. Fjalet e tua me tingëllojnë dhe sot, se kjo dhëmbje që me dhëmë për mot. Ska më bën armiku, plumbin e ha me dhëmbë. E disa shlirimtar, komandant e pashallar, të hipur mbi lapidar, krejt e veshur me arë, dëshmorit i futin në nhije, me qilin e me vetdije. Ne krenohem me ty, në shokët e tu heroik, trimat e stoik, vlla o demush, si ti nuk ishte kush, shokët si tradhtove, në balt kolonës qëndrove, sa shpejt bombën aktivizove, e shkrepe mbi punktin sërb, aty në Dardanin numër 3. O flijove i ri dhe ti demush, si ti kurkush. O skuk, Mitsokole, Vojokush, legjenda jo të re, historisë tashme poec, afër fshatit Garazhdec, mbushur me serb, shkina plaka dhe tash po del flaka. E ndrojnë bombën në dorë, trimin shqiptar me orë, demu vlla demush. Si ti kërkush, atë natë shpetove 45 veta, ushtar e civil, e trupin tënë të njom ja falje tokës son, lajmi mori dheun, një djalë beleje, nga der e alip dushit, nipi marashpalit, i biri Avdylshalës, në betej frontale me bombë dorë, ra dëshmor. Unë gritën lapidar, vllai im ushtar. Sa vlla, sa shlirimtar, me bombë në dorë kishe dhe ka orë, se ata 7 shaljanet e Dugagjinit dikur, po sa rëmbeshe, u i kaluan në nur, dem dhe mushi, sot dështi 8 shaljan,
sa heronj që ishin po aq edhe sot janë. Por historia e lirisë këtu nuk përfundon. Atë gjithmonë dëshmor sfidon. Ishte kjo poezi marrë nga libri Gjem e Nëm Lirie e poetës Mikes Kumrie Avdyl Shala. E përgëzojmë lavdi vllaut të saj, dëshmorit të lirisë Demës, duke uruar që t'jetë i lehtë dhe për të, dhe vërtet dëshmorit dhe herojt e martirët e lirisë nuk vdesin asnjëherë. Kështu që e lexuam edhe këtu vargje. Ne të shkojmë t'i përshëndes edhe të lexojmë, kemi ndonjë përshëndetje këtu me ne. Poetja Violeta Maliqe thotë përulësisht falënderuese, faleminderit gjithashtu edhe juve për vargjet e bukura. Mandej me ne është edhe Radio Kalabria, miku, kolegu jem Ismet Uka, cilin e përshëndes për zemërsisht dhe uroj qaste të bukura. Besie Qato Arapi është në shoqëri me ne, e me ne është edhe poetja Remzia Rezbogaj. Poezitë e saj do të lexoj me njëherë pas e kësaj këngë që do shkoj. Andaj qëndroni me ne të nderuar dëgjues. Jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin letrar Pesha e Fjalës. Shpresoj që jeni duke kaluar dhe ju bukur. Vazhdojmë me pak muzikë.
Dëgjues të nderuar, u rikthyem pas kësaj këngë të bukur. Jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin Letërore Pesha e Fjalës. Na ka përshëndetur edhe mikja dhe poetja Kumria Abdul Shala, poezitë të cilës i lexuam para kësaj këngë. Ndoshta s'ka pas mundësi, na kanë dëgjuar, s'na kanë ndjek, por emisioni do të ngel atë. Shkojmë tutje, Kumria thotë ju përshëndes për zemërsisht miku im Agim, juve dhe dëgjuesit uroj kaloni mirë në Radio Vlera. Faleminderit shumë, përshëndetje edhe juve. E shoqërimin është edhe miku im poeti i Vlera Fazli Ferrati, thotë që përgëzoj miku im për emisionin tuaj Pesha e Fjalës vërtet me Vlera. Përshëndes edhe dëgjuesit e kësaj radio. Përshëndesim edhe ne miku Fazli, poezitë tuaja e kam lexuar diku në fillim të emisionit, emisioni ngel këtu dhe mund të ndiqni pasi të përfundoj emisioni. Të uroj suksese gjithmonë në krijimtari, shëndet mbi të gjitha. Do shkojmë në vazhdim me poeten Remzie Raci Rexhbogaj. Edhe siç e din edhe dëgjuesit e vjetër, poetja në varzët e saja e mban gjallë vajzën e saj, e cila nuk është me ne këtë jetë, por gjithmonë do të jetoj në zemrën e saj dhe në zemrën e shumë adhuruesve të letërsisë, sepse tashmë ai është bërë personazh i letrave shqipe dhe është e shkalitur në shumë poezi, në shumë libra të mikës Remzie Raci Rexhbogaj. Do të ndjekim poezin kur të iku. A ditë kur të iku në mshim, aty ku ti erna me pret, krahapur me padurim. Në parajs të qeta dhe të pushojmë unë dhe ti. Ty të le në rrezë djeli, të kam lënë në letër të bardhë, brez pas brez i legjen dhe gjallë. Unë kur jam në këtë botë, do të kujtohesh për mirësi e për shpirtin e ngjellor që kishe erën ti. Të lë në shpirtrat e gjithë njerëzimit të ngushëllohen në ditët e pikëllimit. Gjysma ime, larg andej diku largësive që mbysin bidallket e detit, është gjysma ime duke në tu. E në anën tjetër, në brigjet e detit, me hyni i e shëndruar erna ime ti. Mbi bjeshke të shkrepa, se bashku me zoj shtektar ke shtektu. Në gjdo pranverë, me zërin ëmbël bilbilav me këndu. E në rrezet të arta të diellit, s'dagim me ndërshu. Larta që mbi rreth bardha, asa lart, si puli bardh ke fleturu. Në një cep të qiellit, është tërhu, dhe në yll e hën, mu shëndru, je betu. Dhëmbja, sa e bukur është dhëmbja, kur ke për kë të ndjesh, nga thellësia e shpirtit, ajo kur të vjen. E të bukur e në kujtimet, kur ke këtë me kujtu, dhe nga pesh e dhëmbjes, zemra të është cëptu. Në letër të bardh, ato kur shënon, do mbesin për jetë dhe kur s'do harrohen. Sa e bukur hëna, kur natën ka ndryqime, yjet për rreth saj, kur rrinë në vallëzime.
e dhëmbja në art nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë mu shëndru. E përshëndesim poetën Remzia Raci Rezboga, ju urojmë shëndet, ju urojmë durim dhe forcë që sa më gjatë jetoj dhe ta mbaj me vargje gjallë princeshën Erna. Ne është edhe një fat nga Gjermania, mandej e shoqja është edhe një mike tjetër poete Shirete Demaj, në shoqëri me ne, që ne përshëndesim, e tash është edhe këngëtarja Vlera Bardha Brahimaj, këngën e cilës e dëgjuam pak më herët. Ne po vazhdojmë pasi që vërtet koha po ikën shumë shpejt. Minutat po shkojnë. Jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin letërar Pesha e Bardha, dashur me thotë se po është bardhë pesha e fjalës, jo pesha e bardhë. Kështu që e përshëndesim edhe një herë këngëtarin Bardha dhe i urojmë çaste të bukura në vazhdim. Do shkojmë me poetin dhe mikun Mehmet Rrejma në vazhdim. Të sjellim dy poezi, nëse s'gaboj kam këtu, të mikut të poetit Mehmet Rrejma. Jeta ka ngecur. Nga jeta e njëti burgosëri të vërtet. Sa e frikshme kjo gjysëm dhomë. Gjysëm dhomë ertë, gjysëm e mykur dhe e lagisht. Një habitat për insekte e në të vërtet këtu me kanë sjellë me dur të lidhura, me gojë të kyqur nga dhëmbët e mi. Fjala dhe mendimet të mos kalojnë pragun, as për të përmendur fjalën buk, ujë, dritë, murët lutojnë. Por askush nuk don të di, as për lotët e gurit, as të syve të mi. Kanë humbur dhe përgdheljet, apo ato kur nuk kanë hyrë në këtë derë. Mundohem të vetë ngushëllohem, pasi këtu as një ngushëllim nuk arrin. E kanë shigjetuar në derë. Këtu vetëm për buzje dhe tortura psikologjike rriten, të qeta, deget e tyre të pista mbajnë erë dhëmbje, që të bynë në palcë. Në këtë gjysëm dhomë, ëndrat vdesin nga uria, errësira, etja. Vdesin palindur. Ky është vend ku lulëzojnë halucinacionet. Qepallat dhe pse të rënduara nuk mbyllen. Qerpiket ngjajnë si dhëmb krokodilli rreth syve në këtë gjysëm dhomë. Jeta ka ngecur. Që nuk i mbaj mend fillimin. Të kërkova qiellet ndahet me tokën, toka me madhështinë e saj sublime merr një tjetër ngjyrë. Gjithçka përveç henës. Person, transformime. Hena bukuroshe ruan ëmbëlsinë dhe shenjtërinë e Virgjër. Të kërkova. Dua të afrohem më shumë, se vetëm pranë teje jetës i vëm emër. Prit të lutem, po vi drejt teje, me një fener të ndezur në dorë. Pritëm. Ani, pse kjo rrugë është gjatë dhe vështirë, por do të vi.
atë trishton kjo largësi, me duket sa një jetë. Mos u mërzit. Trishtimi mbarti imazhet tek ne, e mbani imazhin tënd që më jep guxim. Nga larg, dëgjoj se rrajet e zemrës tënde më vinë si melodi e ëmbël, e fladit mëngjesor në përgjethet e njoma. Kur të takohemi, për një kohë të gjatë do të qëndrojmë përqafuar. Sikur vim nga jetë ndryshme dhe papritur, në pik takimin ton, rastisht gjetëm lumturinë. Vetëm tani, për së pari gjejmë veten mes lule limonit. Po vi me nxetim, minutat më duken orë dhe orët vite, kam frikë se mos të mbas. Pritem. Ki besim në dije, dhe dije se çdo fjalë që thua me mban më afër ku është nanën tonë, e nesër mja më afër se kur në bosjesh. E di, për sa kohë që qëndrojmë nanën e njëri tjetrit, kjo është e mjaftueshme për të kapërcyer çdo largësi. Çdo pengesë, çdo furtunë. Më thuaj të lutem, a beson në ditën kur do të takohemi përsëri? Më thuaj. Se kjo më bën të fortë. Jam I sigurt se ti nuk e ndryshuar asnjëherë, ashtu si nuk kam ndryshuar unë. Që më jap guxim, do të përqafoj ngadalë, ëmbëlsisht, me gjithë forcën për të kompensuar të gjitha përqafimet që na kanë munguar. Në këtë kohë, pafund, mezi pres, dhe kjo pritje me duket e gjatë, të tharras emrin tënd, e di, në atë çast 7 ledije do të lindin njëherësh. Me prit, po vi pas një kohë, që nuk I mbaj mend fillimin. Le përgëzojmë poetin Mehmet Rema dhe I uroj suksese gjithmonë në krimtari. Të shkojmë edhe me poezitë e mikut dhe poetit Ismet Tahiraj, por para prakesh të shoh a kemi ndonjë shkrim, a kemi edhe ndonjë dëgjues ose ndonjë mik që është me ne. E shoh që me ne është edhe Ana Qeli, në cilën e kishim mysafir, pardje, në cilën e falenderoj shumë, të përshëndetje nderuar, falenderoj shumë, përshëndetje edhe juve, Kimetja, pra, mikja dhe poetja Kimetja Krasniqi, në mëzgjeratë se Reqboga I të përqafoj, thot. Përshëndesim dy poetet. Me ne është edhe aktori madh, aktori I popullit, aktori vërtet me zemër, artisti Miko Shaqir Bejta, cilin e falenderoj shumë që na nderon me prezencën e tij këtu. Me siguri ju e njeni, është personazhi kryesor në filmin që tashmë është tikun epizoda 75, nëse s'gaboj, e këtij filmi Rrugët e Lirisë. E përgëzoj shumë mikun tim Shaqir Bejta, e falenderoj që është me ne. Miku, edhe poeti Hasan Qyqalla thot përshëndetje stafit tuaj Miku Agim dhe gjithë dëgjuesve Radio Vlera. Çastet këndshme me vargjet poetike, faleminderit shumë. E me ne është edhe interpretuesja e shkëlqyeshme e vargjeve e Mere Meqeriku, artiste vërtet, falenderojmë. E Ana thot shpirti nuk burgoset dot, prandaj shkon të hena, të natyra, të burimi, të Zoti. E vërtet, Ana, faleminderit. Mikja Mere Meqeriku, mirëmbrëma Radio Vlera, I nderuar Zotër Agim dhe gjithë dëgjuesit e juaj, mbrëmje të këndshme, faleminderit, gjithashtu mbrëmje dhe çaste të bukura në vazhdim.
mike Merieme. Faleminderit shumë. E ne të vazhdojmë me poetin mikun tim Ismet Tahiraj nga Klina e Skënderajt dhe poezia ti titullohet Eu Prishtinë. Vërtet Eu Prishtinë. Shiu rreket nuk i ndalë, bima do ujë dhe era të tërbuara, bartin prapshti me urdhra, udha gjithmonë e dashur dhe Jeronim Darada, sot kishte shpirta të gjendosur që Darada ju iku detrave dhe përplasi fortunat të tegra. Darada nuk do të pikë gjak shqiptare asesi, Eu Prishtinë, tabutin kush ta fali? Bre, a derdhet gjaku me u lumturu hasmi? Kur të teptisemi koronavirusit, po bie një zmall tepër i ndyt, si për i qilli, e ti teptisemi kodrave, aluginave, si zapin i gurnave, mes fushave kudo si mes rreshjeve, po ecim me iniciativë breshke, me xixha syve prej eshke. Pas nesër, çka do të hëm, përveç rrapllimes së të nxjerrëve, paracetamolit, as gjatë dashurisë s'të lënim. Ubere madhështore, il feto molli. Fusha ishte me lule, livadhet me aroma, ti ishe flutura e shkruar që vinin shkëlqim rrezet e diellit. Ty në balt flakron, flakarinore, një fush e kishe me ëndra me zlezërve luanesh. Ti i skuqe lullet e pranverës, me gjakun e njom lirje, se cila zemër shqiptari në bartë ndërdije, filize ishe u bërë madhështore. Shkoj me poeten Natasha Ilia. Lam të mirë, thash. Kur vështrimin ma hodha fshehur, doja një fjalë të ëmbël për të më prekur, po pas logëve të gjata të derdhur, shija faqet e tua të kuqe në rozë ndezur. Nuk kërkova diçka të pamundur, nuk kërkoja dashurinë jote me pahir, vetëm ndjenjat të mos isha humbur, kërkoj shpirtin, mos e lidhësh me zinxhir. Të kërkova me cigarash që fjollën tym, me paketa dohoni
që pareshtur ty mos të heqja me zemër lam të mirë, të thoj aty, po zgjeta kur ajo, se shpirti ishe brëngos. Me te katuke e cigare shuar, shikoj bishtat e cigare për gjysmuar. Një shumë buzë të tua vizatuar, figura dy buzë puthje formuar. Lam të mirë, të thash, e i pënduar. Me paqeta hedhur buzë, kuqë zbehur, tavolina filxan jot me kafen baruar, në dollapin jot bie livando parfumuar. Kujtimet me ty s'melen të harroj, çarçafin mbajnë aromen e trupit tënd, fustanët të varur me pikëllim shikoj. Mbyll sytë, po mos prania jote me çmend. Lam të mirë të thash, po ndihem e vetmuar. Makti pa ty në krah me nervozon, mes natë mbyll sytë i dëshpëruar. Pres të kthehesh, po goja ta thot zguxon. Lam të mirë, me natë sipër të thash. Po jeta është pasqyrë, shpirti reflekton, ktheu kalimthi së në gërmin rash. Vetëm të ndjej, am beson, e ja, vetëm kthimi jot me shëron. Gabojnë, shumë njerëz për ty rreth teje gabojnë. Edhe hëna gabohet, se dritë ke në zemër, në sy. Përqeshin po harrojnë, se unë e di, mësova për ty. Po unë as një dëgjoj, në çdo qast kuhet të caktuar. Unë veç të adhuroj, pran verë, çdo stin dëshiruar. Dimër vjesht të desha dhe akoma të dua. Hena gabon, e yjet u vërbuan, shoqëria bota gabuar. Unë sho lindjen e diellit, të ty përflakëruar, po ti që bota njerëzit s'te kanë kuptuar, eci dhe sho, se ti je një shpirt i qiltër, i patrazuar. Çdo stin flas një emër, lemza mos të zuri një mirë, e shpirti me gërmin të humbet të bjerë. Për tej ende do të dua. Ishin vargjet të Natasha Elias, në cilën e përshëndes dhe e uroj suksese. Të nderuar dëgjuese, jemi drejt për drejt në Radio Vlera. Ju kërkoj falje nëse s'ka mund të sjell ashtu siç duhet vargjet, sepse thash edhe parë po mikin nga njerë këtu nga faqja, sido që t'jetë, shpresoj në mirë kuptimin tuaj. Shkoj me një këngë të bukur për të rikthyer edhe me poezi të tjera në vazhdim. Çdo kund në botu në sakër e kova, rehati nuk gjeta kur, sa të randa ishin e vite, dola fnieu bana bur, dola fnieu bana bur.
Më dhe sa shumë të dua, të kërkova dit e nat. Mos pushoni dhe më kjani, se kur bëni rrugë gjatë. Mos pushoni dhe më kjani, se kur bëni rrugë gjatë. Dhe qenë ka jeta, këtu as lullet nuk ka nërë. Unë i shkreti sa ke që humba, për mu nuk ka pranë verë, për mu nuk ka pranë verë. Më dhe sa shumë të dua, të kërkova dit e nat. Mos pushoni dhe më kjani, se kur bëni rrugë gjatë. Mos pushoni dhe më kjani, se kur bëni rrugë gjatë. Përndoj hana, sa shumë vjetë ndurë beti bona. Mu plakë baba e mu plakë nana, mu mbarova me të tana, mu mbarova me të tana. Më dhe sa shumë të dua, të kërkova dit e nat. Mos pushoni dhe më kjani, se kur bëni rrugë gjatë. Mos pushoni dhe më kjani, se kur bëni rrugë gjatë. Ndoqëm kërkoj falje. Ju kërkoj ndjesë, një publicitet pa na pyet shkaj, po vazhdojmë. Çka po ndodh? Nuk e di. Jemi drejt për drejtë në Radio Lira. Në emisionin letërar pesha fjallës, ora në studio 21:41 minut. Po shpresoj se po kaloni bukur. Të shohim në ka sjell edhe një kemi edhe një poezi. Vizit babit në mërgim. Na ka Ajo sjell kohë vetëm që së pash me sy. Eta së do. kemi një poezi, veç pak ta gjejmë. Vërtet e kam problem pak, por na ka dërguar në zona Krasniqi. Emrin e vajzës për ne nuk e ka shkruar, si do që tjetë, në ndërkohë do të dëgjojmë këtë voglushe me një recitim, nëse mund të sjellë këtë, të shohim.
vizit babit në mërgim. Nga gjithë ajo kohë që së pash me sy, erdha së do babi që të takoj ty. U përqafuam gjatë, pa zë e pa fjallë. Erdha babi, erdha, se mahë më ka marrë. Të sola nga vendlindja dashurit të ngrohtë, të ta ngrohi shpirtin në këtë vend të ftohtë. Se larg te e babi, po ndjehem si e tim, e po mungon shumë ytë për qafim. E mbarova shtetën, notat mirë mora, librezën e notave me vete ta sulla, ta gëzoj këtë zemër, këtu në mërgim, e të bëj krenar ty o babin. Erdha në mërgim, bashk me ty të ri, se shumë më mërzita, o babi pa ty. E kur të vi koha që të kthehem prap, babi më premton se do kthehem bashk. Atë janë shtëpin ton si një kull me gur, në borën plot lule që ndisër piktur. Dua t'jetojmë t'lumtur me ty babi bashk, të kem pranë gjdo det e gjdo natë. E përgëzojmë Vizit babit në mërgim. vetëm pak se Nga prapë gjithë ajo kohë që së pash me sy, erdha së do babi që të takoj ty. U përqafuam gjatë, pa zë e pa fjallë. Erdha babi, erdha, se mahë më ka marrë. Të sola nga vendlindja dashurit të ngrohtë, të ta ngrohi shpirtin në këtë vend të ftohtë. E ndalëm sepse në këthy edhe njëherë, poezia përgëzojmë këtë voglushe për këtë recitim kaq të bukur dhe i urojmë suksese edhe në vazhdimsi. Të nderuar dëgjues, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin letrar pesha e fjales. Do jemi edhe për disa qaste, por ne do të shkojmë me disa poezi që ne ka sjell poeti dhe miku Hasan Elshani nga Ljubljana. Besoj që do të gjej ato dhe shpresoj të mund të lexoj se ne ka sjell të fotografuar nga libri, kështu që do shkojmë e poem. Për qafim në ndarje, një ngritje dore, në udhën e rrëpir e përpiu hien time të mërzitur, trupi u tret, iku me ty andej. Vap e acar bashk, munges frymëmarrje sërish, mundohem të gëlltis ajrin, si për binçi, për lahem rëkullisem, pa shikim që m'kall, o i terin flak diqem. Para me e ike të gjitha rrugët e mbyllura, lëshoj hapin pas trenit, tek vend takimi, atje ku digjeshin zemrat në zjarrin e jetës. Nuk e di e ka sjell në vazhdime apo është e njëjta poezi, vazhdojmë, nuk e shoh në një pjesë të asgjë s'është që ishte, duart as syt as ditët nuk rredhin si dikur, as ylberi me nuk del mbi liçenin bledit. Unë pa ty si pa sy, asgjë nuk shoh pas teje. Largimi la plag, ndarjen dashurin më mori. Gulfatje, një angjëlliku, një shpirt i humbur, një plag që rrjedh gjak. E unë as në tokë, as në qiell. Pas largimit, hidhërim, mjegull truri, parasysh tërbullir. Pamje e gërsuar, natyra luan me mua, me fatin tim.
O jam udhëtar, t'ja di sa zgjat itinerari im ndërhyje, do të fluturoj për mbi re, me flatrat që mi fale, mbi trenin e shfrenuar. Ai do të bartë një të pashpirt, një kokë grisur. I vetmuar pas largimit, të ngritë dorën lart, duke valvitur, me urrova rrugë të mbarë. Zdembje ma pushton shpirtin, ai zhurmë treni, një qarje në zemër krisi. Në thellësi, shpërthe në fshama, mallin ndrydhej shumë, një dit pikëllimi mbyt. Një det pikëllimi mbyt. Gjithçka e ert pa ty o shpirt. Të rënditëm, smurëm, zdir, krater. Shkoj me poetën Mirushe Musa, Harfa e dashurisë. Unë nuk trembem se nuk di të fluturoj. Dashuria pa ty mburojat mi kputi. Mi ktheu gishtat në harfën e lashtë të Orfeut, që me zerin hynor ndalë rrjedhën e lumit. Unë që përndesh ndezi zjarrin e lojës. Shpirtin e ktheva në luftëtar të Trojës. Porta tua të zemrës i mbyll rreth vetës, që ti të mos besh burgi vetës. S'pendohem që për ulem para dashurisë, ai është mit që fronit i ka rrëzuar. Edhe heron të mëdhenj të epokës në fush su kthyen para dashurisë. Në fush su thyen para dashurisë u dorëzohen. Përgëzojmë poetën Mirushe Musa dhe e urojmë gjithashtu frymëzime të reja dhe suksese. E kësha lutë miken Mereme, Qeriku e cila dëshiron të lidhet në thras në Viber, nuk po e gjoj asesi. Thirrna në Viber, rasisht në pas shkrimin në Messenger, sepse kur jam në radio e kësha lutë mos shkruani atje, sepse nuk e hapi dhe kam shumë problem të hapi të gjitha faqet. Besoj në mirëkuptimin tuaj, andaj nëse është duke na ndjekur, e ka shpreh dëshirën në ka hapësirë zotërekim mund të vi live me ndonjë poezi me kënaqësi vetëm në thirr në Viberin e radios. Tashme e kemi në linje edhe të nderuarën Mereme, cilës i dëshiroj mirëseardhje. Mirë mbrëma, mirë se na erdhe. Mirë mbrëma dhe mirë se ju gjepa, zoti Agim dhe gjithë dëgjuesve të Radio Vlerës.
Mirë se erdhe, po nuk e di pse s'ka thirrë mikrofoni, po mendoj Viberi ka qenë i lirë. Nuk keni nevojë lirisht, unë ju mirëpres, mund të thirrni kur po. Të falenderoj shumë me zemër, po ishe në interpretim poezish dhe nuk doja që të Faleminderit për ka problem. po jo, s'ka problem. Faleminderit shumë për mirë kuptim. Atëherë me siguri ke poezi cila dëshiron të deklamosh tu, të recitosh para dëgjuesve, ne me padurim po të presim, mund të vazhdosh me ndonjë poezi. A dëgjohen mirë? Dëgjohesh nga pak, jo bash mirë, po nuk e di pse është një farë. Ti heq kufjet ndoshta mos dëgjoj më mirë. Po tani? Tani më mirë është, sepse vërtet nuk dëgjoj kënaqshëm. Ndoshta. Tash është më mirë. Mund të vazhdosh tash. Po. Atëherë kam zgjedhur një poezi nga autorja Shyrete Demaj. A mund të kem pak muzikë? Po, nuk di atë pengon ty, se unë me muzikën në sekundë do nxjerrë muzikën, hiç mos më rakos. Po kam frikë mos po të pengon ty atje. Vazhdo. Kush e verboi hënën blu? Një mendim meteor shpërbëhet në rënje. Lufta e fortë e poleve ngrica kohë rrethojnë. Dashurinë ngrohtë me aku i frazëtie. Ndjenja të akulluar në mëzura presin një rrezë dielli për ngjallje. Të mos luftosh është vdekje klinike. Betejat janë momente të paharruara. Skretin si zëllonja të shpirtit të tokës. Lufta i e glabëron mendime. Gjunton eshtra fjalësh. Thyen frymë dëshirimesh në cikla të ndritshme pasqyrë shpirti. Unë jam një luftëtare deri në frymën e fundit. Nata nuk mund të përsëritet as ëndra, as klima që jep e merr, nuk është më njëjta. Ndryshon gjithçka. Pas çdo betejë, momenti edhe në fund, lufta që nga jetë. Dhe jeta një luftë. Dhe shkaqohet. Shyrete Demaj. Blu. Ju përgëzoj për këtë vargje, përgëzojmë edhe mikën dhe poetën Shyrete, por edhe ju që vërtet i keni sjellë bukur. Mund të vazhdoni edhe me falenderoj përzemërisht. Mund të vazhdoni edhe ndonjë poezi tjetër nëse keni afër. Po patjetër. Tani shkoj të një poete e re Mirfield. Ana Santo. My boy. Që këpute atë flok. Një qëpë shpirti të ra për dhe. Gjite si karfic mbi kokë. U betoka nusere. Nusta më para jo kur nuk u bë. Luftra ndërfite e qanë për ta zaptuar. U deshe ti. Në qëpë flok mbi të. Të zgjonë të atë gëzime. Shpresën me harruar. Bjerë pra, o uruar bjerë. Me bërësim të ndë që ndisë. Si mundemi të bekohemi e gëzohemi të dojë. Ku këputet pak nga pak,
shpirti i Perëndis. Ja, erdhe, e shtrove përsëri, edhe dasmën e krijove përsëri. Të kanë ardhur nga çdo cep pleqe fëmijë. Për të parë, si sa bukur ky fustan i ri. Mbulove për pak çdo plag, balë të ri. Për një ditë dasmë rëndi. O, Luar, dasmë çdo kush nga ne. Pret një cop flokun nga ti. Për të na bashkuar. Dhe ishte kjo. Ama fonte. E përgëzojmë edhe autorën, gjithashtu edhe juve, që na sholla kaq bukur një poezi plot ndjenja, një poezi shumë fuqishme. Vazhdoni edhe me një apo dy poezi, sepse jemi krejt në fund të emisionit, po vjen shumë keq, po mund të vazhdoni edhe me një dy poezi dhe dal do të përmbyllim. Ju falenderoj kurzemërsisht, ju falenderoj. Atëherë shkoj një tjetër poezi. Mëkatarja. Bukurinë e virgjër e rëndën djajt. Në natën e erët e tërhoqën sfarë, e qorën me thonë, me dhombe kafshuan, la kuri që zhveshën dhe të përuan, me balë të mbuluan, qesën me shanë, këtu e të vatin, në katare. Kaluan fatit, e punët kaluan, ata që një i dolën e kërkuan. Irën e vatuan, alisë e kotë, bukurinë e virgjër, e të një të botë. Në hëtën e dhejtë, shumë ditë në pshërtim. Në rëzën të ngrotë priste. Në gjimë. Djeli në gjesit. Në gdajtë në thau. Sa shpejt në bio e qeli. Trënda fili i barë. Gonqet, piti velse. Detalët kristal. Katare në virgjër, ti, të bove djajt. Faleminderit shumë, bëzit bukura. Mund vazhdo edhe me një poezi në fund edhe do të përshëndetemi nga dalë. Falenderoj shumë që erdhe dhe bëre pjesë e emisionit, vazhdo. Ju falenderoj atë gjimë. Shkoj të autori Bledi Hylli, Lule Dëshire. Ti hynë në skutat e shpirtit tim, e del me frymën, rëllard në hapë. Preta ti gjithë nga zëllim, që unë si ajer të të vërtet. Dëshira i me gulqon thellë shpirtit, më tjetë ëmbël vende. Do të quaj pas qyrë e flirtit, se aty shoh ëndrën tënde. Pas një ëndre, fshirësit,
e pashyve shumë kujtime. Një qanë me qanë e fyt. Ndaj të vend, dëshira ime. Të mbaj shehur mirë pasyve, si një film që s'më në vitet. Në skenarin e të tyve, të thë vjetër s'më në vitet. Në të kam lulle dëshirë, që nuk vishkit, vetë më vitet. Ju falenderoj për zemërsi. Faleminderit juve, respekt gjithmonë. Falenderoj shumë që na solle këto vargje kaq të bukura, bëm vërtet ishim tamam si çarshia mbitor në fund të misionit. Të uroj gjithmonë sukses edhe ty, të falenderoj për bashkëpunimin dhe besoj që do të dëgjojmë edhe hera të tjera. Faleminderit shumë, miqë nderuar. Ishte kënaqësi. Natën e mirë të gjithë të mirat. Natën e mirë edhe juve dhe mirë të dëgjofshim nderuar Mejreme. Faleminderit shumë. Natën e mirë themi edhe Mejreme Çrikut, vërtet një interpretuese shkëlqyeshme e vargjeve, është edhe krijuese. Ju uroj suksese gjithmonë në jetë dhe në art. Të nderuar dëgjues, dal nga dal do ndahemi edhe me ju. Duke ju falenderuar, një përshëndetje na vjen nga Mirsat Gashi, i cili thot Agim Gashi përshëndetje, faleminderit, thot mirëmbrëma të gjithëve, edhe Ana na ka shkruar shumë e bukur, po fjala për poezinë me siguri që lexoj Mejrema, dhe kështu që me ne është edhe Blerta Basha, e përshëndesim edhe të nderuar Blerta dhe gjithë juve që qëndruat dhe jeni ende me Radio Vlera. Shkojmë një këngë bukur nga Elizabeta Marku, me këtë këngë ju përshëndes gjithëve që jeni bashkarisht ende këtu momente me Radio Vlera.
mund dalim, na falon, na falna